Tani kalojmë pak dhe tek opozita. E përmendë pak liderët e opozitës. Një opozitë e egër. Po, ke shumë të drejtë. Jo, desha të them që ç'a ndodhi dje kjo opozitë që aq agresive, aq ashtu dje që do të bënin namin sepse nuk do të lejonin ballukun, ran puf, ikën, tha Berisha 2 fjalë, u shpërndan. Ka dy skenar. Ç'a ndodhi? E para, unë mendoj që opozita ka ndryshuar qasje. Ndoshta këto vizita që kanë ardhur nga disa deputet gjerman mund t'i kenë thënë. Jo, ajo ardhja e një deputeti nuk është asgjë, nuk është ngjarje. Jo, për ata është. Tash ti e njeh, ke qenë jashtë. Për ata është. Por nuk është ngjarje. Për shumë, është i vetmi që ka takuar Demalia. Dakor. Dgjoj. Për Berishën shumë. Por një deputet nuk ndryshon qëndrimin e politikës gjermane. Jo, e kam apo një senator apo një kongres. Jo, e kam këtu. E kuptoj, për Berishën, për imazh është e nevojshme. Po. Ndoshta atyre unë mendoj, ju kanë thënë që mos bëni trazira. Nuk është koha për të bërë trazira. Pra protestoni, po jo trazira, mos destabilizoni vendin. Pra unë besoj që i kanë. Po nuk kanë, dëgjoj. Këtu ato mund të hundin 50 zjarr me atë numër ndjekësi që kanë. Nuk kanë fuqi jo për destabilizu vendin. Po dhaq. Ndoshta ndërkombëtarët shqetësohen. Dhe i kanë thënë që mos e kaloni, nuk është koha për të bërë këto marrëzira. Dhe unë besoj që ky është një mesazh. Kemi diskutuar. Por e dyta duhet të jetë në qasje. Ka 3 rrugë për të marrë pushtetin. Numra, vetëm vota. Numra, kjo tjetra, presion i madh ndërkombëtar ose kryengritjet armatose. Të treja këto nuk ndodhin. Vetëm vota. Po. Numra ka vetëm vota. Në presion ndërkombëtar nuk ka. Ky absolutisht. Mund të ketë shqetësime tha dhe vetë. Shqetësime po. Kemi patur presion për të vënë rrezik pushtetin, jo se sidomos në këtë situatë që është bota sot. Nuk e besoj dhe unë. Këtë situatë që është bota sot nuk e ka menë. Pavarësisht të tjerave, kritikave që un kam për qëndrimin që mbajti Partia Socialiste politikisht, është një qëndrim ligjor që i quhet. Pra ajo nuk ka shkelur kushtetutën. Absolutisht jo. Absolutisht. Ata kanë drejtë. Ishte po të shkelë kushtetutën. Ato se këtë kisha bisedë sot. SPAK është institucion i pavarur, po edhe këto janë institucione i pavarur. Këto bëjnë lojën e vet, ato bëjnë lojën e vet. Kjo është demokracia. Bravo. Do të thënë, ata shkelë ligjore nuk kanë bërë. Ja, absolutisht. Morale është tjetër diskutim. Hajde të diskutojmë. Por kthehemi pak tek opozita. Ky është varianti i parë. Varianti i dytë mendoj unë është edhe që ata kanë ndryshuar, kanë një qasje të re edhe ndaj parlamentit. Unë shikoj që po marrin pjesë në komisionet e ndryshme parlamentare. Deklaruan te Komisioni i Reformës Territoriale që nuk do marrin pjesë, shkuan. Deklaruan te Komisioni i Reformës Zgjedhore që nuk do marrin pjesë, përsëri shkuan. Pra po ndryshojnë pak nga qasjet që kanë patur më herë duke i bojkotuar të gjitha.